Banorët e fshatit Goskov edhe pas investimit të ri që është kryer rreth 3 vite më parë, po përballen çdo ditë me mungesën e ujit të pishëm. Në këto kushte, pjesa më e madhe e banorëve detyrohen të mbushin ujë nga burimi i fshatit, tek i cili presin në radhë për orë të tëra, një pjesë tjetër e blejnë por përballen me kosto të larta që rëndojnë buxhetin e familjes dhe një pjesë e vogël ka gjetur si zgjidhje alternative hapjen e puseve. Pa ujë jemi, edhe i pa pishëm ujë. 200 meloni i morën edhe pa ujë lavshat. Ja kam në tabelën atje po. Një çezmë atje mbushim si kazara kia, po të ta shikoni atje. Pa ujë të rinën, me gjysmorën në mëngjes. Si të lash tash në këto me kapashkë që është për tu zotit. Ja po të vish sikosh me shtëpi të pozitat, kaq balt vjen me shtëpi. Llokazh vjen, janë bllokuar të çezmat. Sa të mbushin ky, do fillojmë ne pastaj. Ky ka një orë, ky e një orë deri unë tani 2 orë këtu. Ka edhe nga ata banorë që thonë se nga pamundësia për të siguruar atë, përdorin ujin e papishëm që rrjet në rubinetat e tyre, edhe pse janë të vetëdijshëm që rrisin rrezikun për shëndetin e tyre. Ujë që dolli i papishëm, ata bëj bashkia. Ju vjen ujë sa orë? Po vjen një orë në mëngjes vetëm. Vetëm për të larë. Ujë që vjen nga depo që ka bërë shteti, është një papishëm. Se mbush kovën me ujë, bëhet e verdhë pastaj. Atë gatuajmë atë ujë në atë bëjë. Vetëm për të larë teshat. Investimi i fundit që u zbatua në rrjetin e ujësjellsave të rinj në fshatrat e Korçës përfshirë edhe fshatin Goskov, mbeti gjysmak për këtë të fundit, pasi ky fshat nuk merr furnizim me sasi të plotë të ujit për çdo abonent. Furnizimi me ujë në këtë rast të papishëm në çezmat e banorëve është vetëm një orë në ditë, ndryshe nga programi i ashtu quajtur investimeve që ndërmori Bashkia Korçë për riabilitimin e plotë dhe me standarde të rrjetit ujësjellsit në zonat rurale me financimin e miliona lekëve.